Bismillahirrahmanirrahim. A lejohet të theret kurbani në ditën e gjuma para namazit gjumas? Të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është pyetja që këto 2 ditë mas shumë të më ka ardhur, po besoj edhe xhallarëve të tjerë. Prandaj edhe pse pak me vonesë, por desha të përgjigjem përmes videos me qëllim që bëhet përfitimi më i madh nga të gjitha apo përmes të gjitha rrjeteve sociale. Të nderuar vëllezër, Kurban Bajrami me 6 qershor 2025 i bie në kretë mbar botën të jetë ditë e premte, ditë e gjuma. Prandaj do ta falim Bajramin, pas Bajramit do ta therim secili kurbanin e vet sipas mundësive, ose në mënyrë direkte do ta therr secili në shtëpinë e vet, ose i kanë dhënë për institucionet përkatëse këtu në Kosovë në shumicën e rasteve jepen në Bashki Islame ose organizojnë njerëzit, individët edhe familjarët edhe akrabat që me prej kurban të përbashkët, qoftë një lop apo të ngjashme. Pyetja është, masi është ditë e gjuma, thot a lejohet të therret kurbani para gjumas, apo duhet të presim që të kryhet namazi gjumas, pra të falet gjumaja, pastaj ta therrim kurbanin. Të them të drejtën, s'ka kurfar argumenti për një meselë të tillë. Edhe habitem se si i nxjerrin, i qesin njerëzit mesele të reja, pyetje të reja, të cilat s'kan kurfar argumente, kurfar bazë në fe. Edhe kjo na me kuptu që s'ka kurfar problemi që të therret kurbani para namazit të gjumas, që i bie shkurt, e shqip, e qartë, si ta kryeni Bajramin. Shkoni në shtëpi, bani Bajram me familjarët e juaj, Zoti ja pranoft ibadetet, Zoti gjithmonë sjellët edhe pruft gëzim në shtëpitë tuaja, therrni kurbanin pa kurfar problemi para namazit gjumas. Kur të dëni, kur t'ju jepet mundësia, kur t'ju jepet shanca, para gjumas, mas gjumas, ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, pra lejohet edhe me therr ditën e dytë, lejohet edhe ditën e tretë nëse s'ke mundësi ditën e parë. Kurfar problemi s'ka. Kjo të nderuar vëllezër është lehtësia e Islamit. Kjo është mëshira e Zotit për mbar njerëzimin. Prandaj e gëzofshit në familjet e juaja, e gëzofshit në akrabat, të dashurit, të familjarët e juaj, edhe mos i ndëgjoni ato thashë thame që përhapen në njerëz se jo s'ban, sa është ditë e gjuma, s'ban para namazit gjumas, të gjitha këto janë thashë thame që burojnë asun vet nuk e di nga kush, por që s'kan kurfar baze në fe. E gëzofshit këtë Bajram, Allahu pranoft kurbanët tuaja. Amin.